Territori shqiptar për datën 18 mars 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, duke sjellë vranësira dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa në zonat juglindore priten rreshje të dobëta bore. Paraditja do të jetë me vranësira dhe rreshje shiu në shumicën e territorit, ndërsa në zonat malore lindore do të ketë rreshje të dobëta bore. Pasditja vijon me rreshje shiu dhe vranësira të shpeshta. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell. Era do të frujë lehtë deri mesatare nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:41 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 17:57 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 10 deri në 15 gradë Celsius, Kukës 6 deri në 12 gradë Celsius, Peshkopi 6 deri në 10 gradë Celsius, Tiranë 10 deri në 13 gradë Celsius, Durrës 10 deri në 14 gradë Celsius, Kavaj 9 deri në 13 gradë Celsius, Elbasan 9 deri në 12 gradë Celsius, Berat 9 deri në 12 gradë Celsius, Korç 1 deri në 6 gradë Celsius, Vlorë 9 deri në 14 gradë Celsius, Gjirokastër 7 deri në 13 gradë Celsius, Sarandë 10 deri në 16 gradë Celsius,